Ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini në Newsline, do të jemi së bashku për të parë zhvillimet kryesore të deri tanishme. Demokratët e përjashtuar të Durrësit i shkuan në seli Sali Berishës për t'i kërkuar llogari për largimin e pamotivuar nga Partia Demokratike. Dy anëtarë të Këshillit Bashkiak, Dritan Burgia dhe Erlind Boshku, nga u burri i selis, thanë se ata nuk kanë punuar për Partinë Socialiste, ashtu si kundër i akuzon kreu i PD-s Berisha. Ata thanë se humbën në zgjedhje nga mafiozët e Oerd Bylykbashit, ndërsa tani më mbështesin Saljanin dhe hapjen e partisë. Ndjekim së bashku në këto momente një pjesë nga prononcimi i tyre. Unë e kuptoj vështirësinë e tyre që në nxitime sipër marrin kështu lloj vendimesh, por do dalin fiasko me mu, sepse nuk jam demokrat prej Sali Berishës apo prej Flamur Nokës, jam demokrat dem babadem me breza. Kështu që çdo lloj aludimi që të keni, edhe çdo lloj akuze që të keni, do t'i bi poshtë. Atëherë, arsyeja që ne kemi ardhur këtu tregon që ne ende... Por a e keni votuar apo jo këtë buxhet? Nuk e kam votuar, ja ku e keni qëndrimin mere. Ja ku e keni. Ja ku e keni, një gjë, mund t'ju vënë dispozicion gjithë qëndrimin tim, po këtu kam vetëm paragrafin ku thuhet ne do ta deklarojmë votën kundër për sa foli zoti Muka dhe sa fola unë. Po, jam unë pronari e atij hoteli dhe kam marrë me qera. Paguani taksin e akomodimit? Patjetër. Patjetër me që paguajmë taksë akomodimi. Me biznesin tim kam 12 vite që kontribuoj edhe ke Partia Demokratike Dega Durrës. Le të merren me 16.000 vota në Bashkinë Durrës. 16.000 vota në diferencë me Partinë Socialiste. Me atë të merren. 34.000 vota gjithsej. Arsyeja e humbjes do të nxjerrim. Pse kemi humbur kaq thellë? Sepse ja kemi ngecur grupit të këtyre neve u themi një stil që ja kemi nxjerr tradhtar. Jo me jo është e vërteta. Është grupi mafioz, Bylykbashi me grupin e vet. Grupi tradhtarëve që kupton, grupi bllajve jemi ne që pranojmë drejt e drejt. Apa zyrën e PD-s që hapëm kur hapëm, nuk më dhan as kompjuter të punoja. Një, kanë një me të qendrës, më erdhi një drejtues i qarkut të ma vinë të konde llogari ose të pyesë si jemi, çfarë gjendje jemi. Vetëm një që erdhi për mbledhje gënjente. Kemi 8 toshte, po marrim të 9-tin. Të marrin të 8-tin se ka qef të 8-tin ai. Ku e ka të 8-tin që mori? Unë jam 33 vjet e kaloj dëm. Po, 33 vjet kam qenë ushtar i Berishës. Dhe vazhdoj të jem akoma për jetë gare barabart. Sot mbështes Saljanin, që fatkeqësisht më dal me druat y mbrapa, por e mbështes sepse duam liri, duam tamam të jenë votat. Të votojmë demokratë, jo të ndërroj emrin Sali Berishës, partia Xhaxhi, jo komunistët të mirë. Dy drejtorë të Agjencisë Mbikëqyrjes Policore që punësuan në polici Muçi Shaljanin janë dërguar në gjyq si të pandehur. Prokuroria mbyll jetimet për Artiol Saliasin dhe Gëzim Salon, që akuzohen për shpërdorim detyre pasi punësuan mikun e Gilmando Danit pa verifikim real të dokumentacionit të tij. Muçi Shaljani u vra bashkë me Danin, krahun e djathtë të Emiliano Shullazit në një atentat pranë Rinasit në nëntor të vitit 2025. Ish drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Mbikëqyrjes Policore, Artiol Saliasi dhe drejtori i shërbimeve mbështetëse, Gëzim Sala, janë dërguar në gjyq për veprën penale të shpërdorimit të detyrës lidhur me punësimin e palishëm në polici të Muçi Shaljanit, i cili u vra në atentatin e 11 nëntorit pranë Rinasit së bashku me Gilmando Danin. Nga hetimet e prokurorisë ka rezultuar se Saliasi dhe Sala kanë komunikuar së bashku për punësimin e Shaljanit në AMP. Dokumentet janë përgatitur nga Gëzim Sala, ndërsa në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë anashkaluar të gjitha procedurat e parashikuara për rekrutimin e agjentëve të rinj. Prokuroria thotë se nga hetimet nuk rezulton e dokumentuar me shkrim e as verbalisht kërkesa për rekrutimin e agjentëve të AMP-s për nevoja urgjente, ashtu siç ishte argumentuar rasti i punësimit të Muçi Shaljanit në këtë strukturë. Gjatë marrjes në pyetje në prokurori, Gëzim Sala ka treguar dhe komunikimet me ish drejtorin Artiol Saliasin për punësimin e Muçi Shaljanit. Sala ka thënë se ka konstatuar shkelje dhe dokumente që mungonin për Muçi Shaljanin, por e prori i tij, Artiol Saliasi, i ka kërkuar që të shmang shkeljet dhe ta punësojë në kontratë 3 mujore me pretendimin se ka situatë emergjente. Prokuroria dyshon se Muçi Shaljani u punësua për të shërbyer krimit, kjo edhe për faktin se atij u la detyra e vëzhguesit në terren. Përveç hetimit që po hetohet nga Prokuroria e Tiranës për mënyrën e punësimit së Muçi Shaljanit, një tjetër hetim po zhvillohet në SPAK për vrasjen e tij dhe të Gilmando Danit më 11 nëntor 2025 pranë aeroportit të Rinasit, menjëherë pas kthimit nga Spanja. Ish bashkiaku i Himarës Jorgo Goro është dorëzuar në policinë e Vlorës pas kërkesës së SPAK për rikthimin e tij në qeli për të vuajtur dhe 6 muaj burg.
Goro ishte liruar në gusht të vitit të shkuar, pasi kishte shlyer dënimin për një nga 2 çështjet e tij, konkretisht për tjetërsim prone. Për çështjen tjetër, apeli posaçëm lan fuqi dënimin me 2 vite burg. 7 muaj pas daljes nga qelia, ish kryebashkiaku i Himarës, Jorgo Goro, rikthehet sërish në burg. Policia e Vlorës ka ekzekutuar vendimin e apelit të GKK-o që la në fuqi dënimin e shkallës së parë me 2 vite burg lidhur me dosjen e tjetërsimit të një prone në zonën e Livadhës. Ish bashkiaku i Himarës është vedorzuar në policinë e Vlorës pas kërkesës së SPAK për rikthimin e tij në qeli me argumentin se i kanë mbetur të vuaj edhe 6 muaj e 10 vite burg. Goro është kallëzuar nga një tjetër i dënuar nga gjykata e posaçme, Fredi Beleri, me pretendimin se i ka dhuruar në vitin 2016 pasuesit të tij të komanduar në krye të bashkisë, Arqile Bollanos, mbi 4200 metra katror sipërfaqe tokë. Ndërkohë më herët Goro kishte kryer 17 muaj burg për një tjetër dosje për tjetërsimin e 10.000 metrave katror tokë në Gjilek të Himarës. Ndërkohë, në gjykatën e posaçme, avokatët mbrojtës të Jorgo Goros kanë kërkuar pezullimin e vendimit të dënimit ndaj tij me argumentin se ka shlyer burgun. Kjo kërkesë pritet të shqyrtohet nga një trup gjykuese për të vendosur nëse do të pranohet apo do të rrëzohet. Në datat 13, 14 dhe 15 prill, Tirana do të jetë mikpritëse e samitit të diasporës. Për organizimin dhe risit e mbajtjes së këtij samiti, jam në studio me zëvendës ministren e jashtme, zonjën Megi Fino. Përshëndetje, faleminderit zonja Fino që jeni me ne. Përshëndetje, faleminderit. Zbulojmë së bashku disa detaje më shumë lidhur me organizimin dhe konceptimin e samitit të diasporës. Është i 4-ti në radhë që do të mbahet në Tiranë, cilat do të jenë risit në këto datat muajt prill. Po, është vërtet ky është samiti i 4 i diasporës që ne zhvillojmë. Lidhja me diasporën ka qenë dhe mbetet një lidhje shumë e ngushtë dhe shumë e rëndësishme. Arritjet e shqiptarëve kudo në botë janë një nga asetet më të mëdha që ne kemi, dhe jo vetëm për ato çfarë sjellin në Shqipëri, dhe nuk flas vetëm për emitanca sigurisht, por shumë se aq, know-how-in, dijen, eksperiencën, ekspertizën gjitha me radhë, por edhe për ato që pra transmetojnë në botë, besimin, perceptimin dhe për vendin tonë. Kështu që janë, do thoya, ambasador shumë të mirë të vendit tonë, dhe për këtë arsye ky samit vjen disi më ndryshe, jo vetëm në format, por edhe si strukturë, jemi pak më konkret, nuk kemi vetëm pjesën e diskutimit tani më, por jemi më gjërësisht të fokusuar tek arritjet. Dhe sfidat që na presin përpara, Shqipëria 2030, për sa i përket integrimit në Bashkimin Evropian gjithashtu, kështu që do jetë pak më e gjerë se sa thjesht samitet e tjera. Në samitet e kaluara, ju e mbani mend, samiti i parë në 2016 ka krijuar një bazë të parë, flas sikur se bazën ligjore, por edhe institucionale, më pas samiti 2019 që zgjeroi pak më tej fushën, dhe samiti 2023-shit solli pak më shumë panele sektoriale. Por këtë radhë do të ketë aktivitete ndryshme, stenda, aktivitete artistike dhe kulturore, por jo vetëm kaq, më shumë ndërveprim. Që do të thotë, pra, janë plot 3 ditë që do t'i kushtohen diasporës, do t'jetë ndarë në tema, në nëntema, në diskutime dhe në aktivitetet që ju përmendët si? Po, pra do të ketë përpos paneleve kryesore, mund përmend për shembull politikën e jashtme, pjesën e zërit të diasporës kudo në botë, por veçanërisht për sa i përket dhe integrimit evropian, dhe gjithë pra ekspertizës, gjithë njohurive që mund të na vijë nga diaspora për sa i përket këtij procesi kaq të rëndësishëm për gjithë ne. Do të ketë dhe panele për sa i përket zhvillimit lokal, padyshim, është shumë i rëndësishëm. Ne e dimë që politikat qendrore janë ato që hapin dyert, le të themi, të integrimit evropian, por vërtet puna bëhet në terren. Panele për sa i përket kuvendit, por do të ketë shumë se kaq, do të ketë diskutime më workshop, seminare të ndryshme për sa i përket aspektit kulturor, bashkëjetesës fetare, që ne e dimë që është një gjë shumë e rëndësishme në Shqipëri dhe vlen të përmendet dhe të ketë një eko edhe më gjerë në botë. Edhe më shumë se kaq, në fakt do flasim për mundësi konkrete, si mund të investohet më lehtë në Shqipëri, si mund të kthehen remitancat, si mund të përdoret kjo ekspertizë në diasporë, dhe ne nuk flasim këtu vetëm për rikthimin e diasporës fizikisht, por edhe në mundësi mentorimi, edhe në mundësi pra ndërveprimit nga më të ndryshmet. Pse u pa e nevojshme të mbahej sërish? Ne përmendëm që i fundit ka qenë në vitin 2023, vjen po themi pas 3 vitesh, ndoshta diçka më pak mbajtja e këtij edicioni tjetër të këtij samiti, dhe mund të zbulojmë diçka nga pjesëmarrësit. Është shumë interesante edhe fakti që do të jetë mbi partitë politike,
Patjetër, ky është një summit i shqiptarëve për shqiptarët, kudo në botë. Do të ketë padyshim personalitetet spikatura nga diaspora shqiptare e gjerë, por do jetë... Zonja Fino, mund t'ju kërkoj ndjes për pak qaste, në këtë moment e ka përfunduar mbledhja e qeverisë, ndjekim pak deklaratat që kanë ministrat, është Delina Ibrahimaj, ndjekim drejt për drejt. Europian, unë jam shumë krenare sot që me vendimin e Këshillit Ministrave për rregulloren e shqyrtimit të investimeve të huaja në sektorët kritik të ekonomisë shqiptare, ne përmbyllim të gjitha piketat, pra kjo ishte piketa përmbyllse e kapitullit 30, nëpërmjet aktit që sapo miratua dhe nëpërmjet një mekanizmi të një bordi të drejtuar nga Ministri i Ekonomisë, një bord ndërministror, ne do të shqyrtojmë të gjithë investimet të cilat vinë nga vende jo anëtare të Bashkimit Evropian, fillimisht në dy fusha, në fushën e medjes dhe në fushën e mbrojtjes, dhe më pas me anëtarësimin në Bashkimin Evropian, ky bord do të shqyrtojë të gjitha kërkesat për investime të huaja në të gjithë sektorët kritik të ekonomisë shqiptare. Akti i tretë, i cili u miratua sot, lidhet me mbështetjen që qeveria shqiptare i jep ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, nëpërmjet vendimit të Këshillit Ministrave, ne miratojmë një fond prej 100 milion eurosh, i cili do ta akordohet për AID-ën, për mbështetjen e Po, ndjekim drejt për drejt edhe fjalën dhe vendimet e marra pas mbledhjes qeverisë, që lidhen në fakt me investimet në sektor të ndryshëm, ka padur komunikim nga ana e ministrave dhe janë bërë me dije kështu vendimet e marra. Unë rikthem bisedës në studio me zëvendës ministren e jashtme, me zonjon Megi Fino, teksa po diskutonim në fakt për pjesëmarrësit dhe risit, pse u pa e nevojshme mbajtja një tjetër samiti të diasporës pikërisht këtë vit në data 13, 14 dhe 15 prill. Po, atëherë do ketë personalitetet spikatura të diasporës së gjerë, por jo vetëm kaq, do të ketë një ndërveprim mes institucioneve të ndryshme, pra nuk flasim vetëm për institucionet qendrore dhe lokale, por flasim edhe për një vend që bashkon aktorë që zakonisht veprojnë të ndarë, sikurse janë institucionet ekonomike, financiare, kuvendi, KQZ-ja, universitetet, rrjeti profesionist, pra shoqëri civile, partnerë ndërkombëtar, gjithashtu, pra është një ndërveprim që mbulon të gjithë shumë i gjerë, gjithë fushat dhe sektorët, dhe për këtë arsye është menduar i tillë që të kemi hapa më konkret edhe në vijim për sa i përket gjithë diskutimit dhe gjithë bashkëpunimit që ne kemi me diasporën tonë. Cilat do të jenë hapat konkret që do të përmirësonte mbajtja e këtij samiti? Kuptova që do të ketë ndikim në ekonomi ndoshta, në investime, ka dhe diçka tjetër, duke patur parasysh se diaspora është parë si një faktor kyç gjithmonë, por nëse flasim tani më edhe nga zgjedhjet e shkuara, me pasjen edhe bërjen e realitet tani më të votës së diasporës, duket se vendimarrja dhe rëndësia e saj është patjetër më e madhe. Patjetër, ne kemi parë progres pasi samitin e parë nga 2016 e mëtej 2019 e 2023 kemi patur diskutime për sa i përket votës diasporës, por në fakt e pam që pas samitit fundit kjo u bë realitet në zgjedhjet e kaluara. Dhe një nga dimensionet transformuese pikërisht në këtë samit është dhe përfshirja e diasporës në vendimarrje. Kjo do thotë, pra nuk flasim më vetëm për sfidat që lidhen me krijimin e një rrjeti, apo të bazës ligjore apo institucionale, por se si ta mbajmë dhe ta ushqejmë më tej atë, pra duke patur parasysh aktivizimin dhe orkestrimin e gjithë diasporës. Dhe për këtë arsye ky samit është shumë i rëndësishëm për të krijuar dhe kushtet për kthimin e rrjeteve profesionale në ura investimi, lidhjen e sipërmarrësve të diasporës me ekonominë vendase, por dhe sikurse e përmenda dhe me integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Në zinxhir global vlerash përmes diasporës, ju e dini që ne integrimin në Bashkimin Evropian e kemi tani më një prioritet kombëtar, do thoja, dhe është shumë e rëndësishme që të kemi të gjithë kontributin e të gjithë atyre personaliteteve në fushat e tyre edhe në diasporë. Dhe patjetër, jo vetëm pra fizikisht, por mund të jetë në shumë mënyra të ndryshme në këtë botë digjitale që ne jetojmë. Para se të pyesë në çfarë pike është procesi i integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, dua të kuptoj si lidhet në vetvete samiti diasporës si një pjesë, mendoj, i të gjithë këtij procesi shumë të rëndësishëm që patjetër është kthyer në prioritet kombëtar?
Po sigurisht, sepse procesi i integrimit nuk bëhet fjalë vetëm për masat ligjore, pra bëhet fjalë për një transformim rinjësor, pra bëhet fjalë për një transformim në mendësi, në institucione më të qëndrueshme, në administratë publike, në çdo gjë që të cilën ne veprojmë në përditshmërinë tonë. Dhe për këtë arsye është shumë e rëndësishëm pikërisht ky bashkëpunim, ky bashkëbisedim edhe me diasporën tonë jashtë, mes eksperiencave që ata kanë në fushat e tyre, mes diskutimeve, mes sfidave që ata hasin, dhe se si edhe ne mund t'i përmirësojmë përsa i përket procesit integrimit. Ne jemi tani në një pikë dhe në një momentum shumë tjetër, pra që nga viti kaluar që u hapën të gjithë grup kapitujt brenda një afati kohor 13 mujor, që për hir të së vërtetës është një sukses, nuk është realizuar më parë. Gjithashtu është bërë një punë kolosale përsa i përket edhe piketave ndërmjetme dhe përmbylljes së disa prej kapitujve. Pra vjet nuk është punuar vetëm për hapjen, por edhe për mbylljen njëkohësisht, kështu që është një punë e vazhdueshme për të arritur atë që ne kemi agjendën tonë të punës të dakordsuar me Komisionin Evropian për mbylljen teknikisht negociatave brenda vitit 2027. Dhe për këtë unë do doja edhe përmendja, sikurse e thash, përpos paneleve, që do ketë samiti edhe një sër aktivitetesh të ndryshme, jo vetëm ato kulturore, artistike, por edhe stendat, edhe sesione paralele më të ngushta, ku diskutimi mund të jetë më konkret, mbi politikën e jashtme, mbi diaspora si një partner për çështjet europiane, si motor i zhvillimeve, panel mbi arsimin dhe edukimin digital, kërkimin shkencor dhe shëndetësinë, bashkëtesën fetare në historinë shqiptare, por dhe gjithë mekanizmat për zhvillimin e këtij rrjedhimi të diasporës, sepse mendojmë se sfida tani më thash, nuk është më ngritja e këtij rrjedhimi, po është vërtet ta çojmë në një hap më tej. Dhe cilat janë hapat që do duhet ndërmarrë tani më Shqipëria? Cili është momenti konkret ku ne jemi në kuadër të procesit të integrimit, edhe ndoshta momentet e rëndësishme që na presin përpara? Ne kishim morëm pjesë në një mbledhje qeverie të zgjeruar, ku ishin patjetër jo vetëm kabineti qeveritar, por edhe negociatorët, dhe një pjesë shumë e madhe prej tyre janë në rolin e zëvendësministrit për secilin kapitull që ata mbulojnë, dhe aty diskutuam më gjërësisht për gjithë piketat, për gjithë masat ligjore, të cilat duhet të vijojnë harmonizimin, por është vërtet një projekt ambicios, po i bëshëm. Mendoj se një punë e madhe, sikur se përmenda, është edhe për gjatë kohës hapjes së grup kapitujve, pra ka qenë paralelisht kjo punë, dhe vijojmë për gjatë këtij viti në 2026, patjetër është një vit ku duhet jemi edhe më proaktiv, pasi në 2027 kemi angazhimin tonë për të përmbyllur negociatat teknikisht. Sigurisht që ne e dimë që procesi i integrimit nuk është vetëm teknik, në dorën tonë, është edhe politik, dhe me politik padyshim ju e dini që vullneti i qeverisë shqiptare është maksimal, por bëhet fjalë për një proces politik që lidhet edhe me vendet anëtare, kështu që edhe bashkëbisedimi me ta është shumë i rëndësishëm, dialogimi i cilin ne në Ministrinë për Evropën dhe Punë të Jashtme veçanërisht e kemi në fokusin tonë. Ju që ndihni nga afër çdo ditë të gjithë këtë procesin e punës që duket në fakt që ka volum, njëherësh kërkon edhe impenjim. Mund të rendisim disa nga pikat më të forta dhe ndoshta ato më pak të forta që ka Shqipëria në këtë proces të deritanishëm, patjetër. E para njërë dhe më rëndësishme është pikërisht ajo që përmenda e vullnetit politik të qartë, dhe që kur bëhet fjalë për integrimin europian është diçka që shkon përtej partive politike. Padyshim një pikë tjetër shumë e rëndësishme është edhe gjithë mbështetja dhe suporti i shtetasve shqiptar. Një gjë që nuk e gjejmë lehtësisht në rajon apo në vende të tjera, kemi një mbështetje mbi 90% për sa i përket integrimit europian, dhe kjo është shumë e rëndësishme dhe nuk është diçka që duhet të merret si e mirëqen. Puna e vazhdueshme që është bërë veçanërisht në një afat kohor shumë të vogël dhe shumë të shkurtër, dhe do thoya që padyshim që ka sfida, pra çdo kapitull po ta shikojmë në detaj ka sfidat e veta, padyshim përndryshe nuk do të ishte një kapitull negociues, por mendoj se është një situatë dhe një momentum shumë i rëndësishëm dhe është hapur një dritare të cilën ne duhet ta shfrytëzojmë padyshim, dhe jo vetëm ne, por edhe Bashkimi Evropian, pasi zgjerimi apo integrimi i vendeve të Ballkanit Perëndimor, por dhe vendeve kandidate në tërësi është edhe në rëndësinë dhe në interesin e Bashkimit Evropian. Dhe ndoshta do duhet kjo simbioz mes të dyjave për të patur edhe atë suksesin, duke patur parasysh 2027 ai është afati më i afërt që parashikohet apo jo mbyllja e kapitullit. Kur flasim teknikisht, po. Unë ju falenderoj shumë zonja Fino. Faleminderit që ishit me ne, faleminderit për gjitha informacionet që ndat në studion e Newsline. Shumë faleminderit për ftesën.
Dimri nuk do të largohet. Muaj prill ka nisur me dëbor që ka mbuluar fshatra turistik të Korçës dhe të Kukësit. Bora me trashësi 25 cm nuk ka shkaktuar probleme në qarkullim, ndërsa autoriteti rrugor shqiptar thotë se vijon kriposja dhe mirëmbajtja e rrugëve. Muaj prill nis me dëbor. Zonat malore në qarkun e Korçës janë mbuluar nga petku i bardhë në këtë fillim muaj pranveror. I ftohti nuk do të largohet, ndërsa fshatra turistik si Dardha e Bobështica vijojnë të ofrojnë kënaqësitë e dimrit. Dëbora ka përfshirë aksin Bobështicë-Dardhë, ku trashësia arrin nga 20 deri në 25 cm, duke krijuar një panoramë tipike dimrore në zonë. Ndërkohë, sipas njoftimit të autoritetit rrugor shqiptar, rreshqe dëbore janë regjistruar gjatë natës dhe në orët e pare të mëngjesit dhe në aksin Kukës-Shishtavec. Kontraktorët kanë qenë në terren që në orët e para duke ndërhyrë me mjete për pastrimin dhe kriposjen e rrugëve, çka ka bërë të mundur që qarkullimi të vijojë pa probleme. Autoritetet u bëjnë apel drejtuesve të mjeteve që të tregojnë kujdes të shtuar dhe të pajisen me goma dimrore si dhe zinxhir, veçanërisht gjatë lëvizjes në zonat malore ku ka prani dëbore. Ishte gjithçka e përgatitur për Newsline për ditën e sotme, të tjera zhvillimet përditësuara minut pas minute nga vendi, rajonit dhe bota. Jo mund të ndiqni dhe në faqen tonë abcnews.al, njërështë në valët e radios 105 FM. Faleminderit për vëmendjen, mirupafshim.